nderuar kryetare, të nderuar deputet, dashur qytetarë të Kosovës. Anullimi i termocentralit të ri, pra projektit Kosova e Re, është dëmi më i madh që e shkaktuar Kosovës, edhe popullit Kosovës, pas lufte, pra s'ka goditje më të madhe që i ka ndodhur Kosovës. Anullimi i një termocentrali prej 500 megawattve është jo vetëm dëm energjetik, është dëm në siguri, është dëm në pavarësinë tonë politike, po edhe në çdo sferë tjetër të jetës sonë. Shkaktari ose arkitekti kryesor i anullimit të këtij projekti 500 megawatt me qymyr të Kosovës e me çmim 80 euro të megavatit është Albin Kurti edhe grupi rreth tij. Kosovën, Albin Kurti dhe grupi rreth tij e kalon pa një termocentral të ri 500 megawatt. E ka dorëzuar pavarësinë energjetike të Kosovës, dihet me filli ku. Ky është një fakt që askush, asnjë në këtë sallë nuk mundet me ikë e me i bë bisht. Kjo është një e vërtetë e cila kur s'ka më ndryshuar. Dikush o kujdes me vitet tona, mos me lënë Kosovën, me prodhue 500 megawatt energji me qymyr të vetin, me çmim 80 euro, pa ka punue. Serbia nuk ka krijuar fitore më të madhe ndaj Kosovës pas 99-s se sa këtë dështim të termocentralit të ri 500 megawatt dhe pastaj dorëzimit Kosovës të Serbia. Kjo është e vërtetë, ju lutem. Këtë VV-n e lus, çdo antar të VV-s e lus, intereson u rreth kësaj që ka po ju them. A e kom për inati, a e kom se duhet me thonë. Këtu janë njerëz në këtë parlament ulën që e kanë shkaktuar këtë goditje ndaj Kosovës. Edhe s'mujnë mu mshef dhe s'kanë me mujtë mu mshef. Nuk kanë marrë masa, pasardhje shtyre, me prodhu, me kriju burime të reja energjetike. E a dini pse? Sepse rreth tyne janë grumbullue mafia energjetike e Ballkanit, e të cilën e dominuajnë serbët, dhe këta e dinë shumë mirë të gjithë në këtë sallë. Dhe ata, bashkë me njerëz të afërm të Kurtit, lidhja e shkurt Kurti dhe Jona Mihali, kryojnë kompani çdo 2 javë. I regjistrojnë Shqipëni, i binë Kosovë, kompani fantazmë. Njona e ka emrin NOA, tjetra e ka emrin NTMT, e kështu me radhë, po gjithë në këto kompani është një afërm i Albin Kurtit, i strukturës tij, i njerëzve të tij, i Dejonës. Janë kujdes, pra, kjo mafia energjetike, për me mbyll qarkun e tregtisë me energji. Janë kujdes me i kontrollue të gjitha institucionet që kanë të bojnë me energji. Askush për juve këtu, s'muni me emnuti konë kek deputet, as ministrat VV-s. Në kek, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. Në ZRE, vetëm Albin Kurti edhe Dejona vendosin. E tani edhe në kost, një për ministrit, është kryeshef, e me ligjin e ri, po i propozohet Kosovës, mos me raportu kosti parlamentit, po me raportu qeverisë, po dojnë me mbyll qarkun e tregtisë e energjisë, edhe me alon duhet e lija mafijes energjetike, me bo edhe më keq me Kosovën. Nëse këto fakte nuk qëndrojnë, nëse kjo nuk është e vërtet, hajde t'i diskutojmë së të tu. Ju lutem, ajo që pse po ja u thonë këto fjalë në parlament juve së të tu, sepse kalun 6 vjetë, po duhet janoj mendën që ka na gjonë mas 6 vjetë. Duhet janoj mendën, mbajnë përgjithësi, kalun 6 vjetë, me 1 janar 2025 ka pas me fillu pun 500 megawatt, termocentrali i ri, teknologji e re, pa ndotje, e me çmim 80 euro. Sikur t'ja fillojmë sot marë, kushdo që janë pushtet, për 5 vjetë, për 4 vjetë, mu i prodhon energji në Kosovë, me qymyr të Kosovës, me çmim të tonin të Kosovës, e jo me na dorëzu të armiqtë tonë, e na me ble për tyne, e ata me bo çka dojnë me ne, me çmimin e energjisë, përfshi hajnat e tyre që janë mbledh
rreth shefit qeverisë. Deri ku na dojmë heshta? Deri ku na dojmë ja toleru një tjetër? Unë nuk po thom mos rrini në partitë ati që e ka bo këta. Po ju thom mëna jush, diskutoni çka ka ndodhur vendit. Mos lejoni në emrin e ju i gjithëve me ndodhë kjo masakër energjetike që ka ndodhur ti vendi e që ka ndodhur në vazhdimsi e para neve. Nëse nuk ndërmarrim veprime sot, pasojat kanë mu thellu, damet kanë mu rrit. Energjia nuk është vetëm energji. Ju e dini më mirë çka po them të gjithë, është siguri edhe është pavarësi politike. Kjo nuk është rasti që i ka arë Kosovës një situatë e këtillë, që ne me pas dimit ende reduktime pas kushe disa vjete, që mos me ditë sa do të na vjen çmimi herën tjetër, edhe kuptohet mos me dhënë llogari kompanitë që i kanë 2 vet, që janë fantazm, që sot regjistrohet, po disa ditë i bën 100 milion çarkullime dhe zhduken. Unë nuk e heshti këta, nuk e kam heshtë asnjëherë, nuk e bëj për inatit kërkuj, po e bëj se qytetarëve të Kosovës ju ka rëndu jeta. E dije që kryeministri nuk lohet për këta, sa e ka gjetë formulën që shme marrë votën, e ka pregadit një pak kotash në qeshor, me shkep do pare, cilat o ka ja merë disa herë ma shumë me këto çmime. Dashun deputet, dashun qytetarë të Kosovës, edhe një herë përsërish, ekziston lidhja e shkurt e hajnis në energji. Krye hajni është Albin Kurti, krye hajnesh është Dejona Mihali dhe vazhdon një listë e gjatë. Ju lutem kujdes fjalorin. Zotja Haradinaj, ju lutem që të keni parasysh që të mos përdorni gjuhë të tilla në kuvendin e Republikës së Kosovës.